إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti Madhërisëm në Kur'anin Famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do ta përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, sot me lejen e të Madhit Zot, me urdhër të kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, do të flasim për datën historike të 28 nëntorit, e cila nuk është thjesht një datë historike, por është një datë e cila duhet të na bashkojë të gjithëve. Të nderuar vëllezër, ndër ngjarjet që kanë peshë të veçantë historike, është padyshim edhe 28 nëntori i vitit 1912. Dita kur shqiptarët, të gjendur përballë një realiteti të ashpër e të pamëshirshëm, u bashkuan dhe shpallën pavarësinë e vendit. Prej asaj dite, 28 nëntori nuk është vetëm një shënim kalendarik apo një ceremoni formale, por ai mbetet një simbol i bashkimit rreth interesit kombëtar. Duke marrë parasysh rrethanat e sotme, dhe duke qenë se kjo datë e bekuar përkon me ditën e xumas, sot do të flasim për detyrimin tonë ndaj atë dheut, si dhe për kontributin historik të shumë hoxhallarëve në gjuhë, në arsim, kulturë dhe flamur. Përkushtimi për atë dheun është detyrë fisnike. Dashuria për vendin është pjesë e natyrës së njeriut, të cilën feja e ka ngritur në nivelet më të larta. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e donte aq shumë Medinën, saqë kur largohej prej saj mallëngjehej thellë. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu transmeton e tregon se kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kthehej nga udhëtimet dhe shihte rrugët, pemët dhe murët e Medinës, ai nxitonte devën e tij. Këtë bënte nga dashuria për vendin e tij. Ky shembull ka qenë argument për dietarët se dashuria për atë dheun është e ligjshme, e lavdërueshme dhe krejtësisht e natyrshme. Të punosh për vendin është vepër që të afron tek Allahu, ndërsa të sakrifikosh për të duke synuar kënaqësinë e Zotit është vepër që të ngre në radhët e dëshmorëve. Allahu i madhëruar thot: mos i quani të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë dhe ushqehen te Zoti i tyre. Këta njerëz jetojnë mes nesh me kujtimet dhe heroizmin e tyre, dhe tek Zoti me shpërblimet pamatshme. Prandaj ta akuzosh një musliman se nuk ka ndjenje adetare, është ignorancë dhe padrejtësi. Përkushtimi i një muslimani merr dimensione më të larta për shkak të lidhjes së tij me Zotin. Kontributi i hoxhallarëve për kombin dhe arsimin është themeltar.
Kohëve të fundit kemi dëgjuar zëra keqdashës që synojnë ta shndërojnë çështjen kombëtare në burim për qarje. Ka nga ata që e identifikojnë kombin me një përkatësi fetare, duke i shpallur muslimanët si të huaj për kombin, e që është një akuzë e rëndë dhe një e pavërtet e rrezikshme. Gjithashtu, të heshtësh përballë këtyre shpifjeve do të thotë tradhti ndaj Haxhi Ymer Prizrenit, themeluesit të lidhjes së Prizrenit, antarët e së cilës ishin pothuajse të gjithë musliman. Lidhja e Prizrenit që ishte më shumë se thjesht një organizim dhe mesazhet e saj që ishin më shumë se thjesht pakënaqësi dhe revolt ndaj shtypjes, kishte edhe synime arsimore. Të gjithë nënpunësit në Shqipëri të dinin shqip. Pra, kjo ishte një prej synimeve kryesore të këtij organizimi historik. Pastaj, që arsimi të përhapej dhe të zhvillohej në gjuhën shqipe. Dhe gjithashtu të ndaheshin mjete për zhvillimin e shkollimit kombëtar. Daud Efendi Boriqi ishte themelues i lidhjes së Prizrenit dhe hartues i abetarës së parë shqipe, dhe i cili shkroi: shqiptari me mënyrën e shkronjave që kam kallëzue, brenda pak kohe mundet me shkrue gjuhën e vet. Hafez Ali Podgorica, kryetari i Bashkisë së Durrësit, me dorën e tij ngriti flamurin kombëtar. Hoxh Vehbi Dibra, firmëtari i pavarësisë dhe dha fetva në njohje së flamurit që kemi sot, ai futi gjuhën shqipe në xhami dhe vendosi vulën me shqiponje në institucionet fetare. Hafez Ali Korça, një ndër mësuesit e parë të shkollës shqipe në Korçë, u cilësua si ai që ujiti shkronjat e Naimit. Hafez Ibrahim Dalliu, me kontributin e cilit u themelua Normalja e Elbasanit, mbetet emër kyç i arsimit shqiptar. Mulla Idris Gjilani, duke hapur me i tepin për djem e vajza, thoshte: s'ka fe pa adhe, pa një adhe të lirë, feja nuk mbahet, nuk mund të ushtrohet. Ai porosiste shqiptarët mos braktisnin tokat e tyre, duke thënë: jemi përgjegjës para Zotit dhe para kombit për varret e prindërve tanë. Nuk guxojmë të heqim dorë prej tyre, t'i lëmë të shkreta për t'i lavruar derat e naselenikëve, kolonëve slav. Zoti në Kur'an na ka bërë përgjegjës për vatanin dhe për kombin. Dhe kështu qindra hoxhallar të njohur e të panjohur dhanë dijen, kontributin dhe jetën për këtë vend, për këtë gjuhë, për këtë popull, për hir të Allahut të Madhërisëm. Këshilla e Hoxh Vehbi Dibrës për stabilitet shoqëror e politik ka ngelur në historinë tonë kombëtare. Hoxhallarët tanë kanë lënë trashëgimi të çmuar në urtësi e mendimit politik. Firmtari i pavarësisë Hoxh Vehbi Dibra thoshte: armikut të adheut i pritet hovi e guximi kur na sheh të bashkuar për një qëllim të lartë. Naltësimi e përparimi i një vendi varet nga qetësia e brendshme. Atje ku mungon qetësia nuk mund të përparojë industria, tregtia e burimet e tjera ekonomike që e lumturojnë një popull. Prej atarëve tanë politik ju rikujtojmë një prej këshillave javore të Hoxh Vehbi Dibrës, i cili thekson 3 elemente të qeverisjes së drejtë që popullit i garantojnë mirëqenie dhe stabilitet. Në 1, qytetari të jetë në qendër të politikës, duke synuar t'i sigurohet jetë më e mirë. Në 2, popullin tënd e ke më të merituarin për t'i shërbyer. Dhe në 3, do t'japim llogari në botën tjetër, prandaj detyrën duhet ta kryejmë me sinqeritet e përkushtim. Besimtar të nderuar, 28 nëntori duhet na kujtojë përgjegjësinë që kemi ndaj trojeve tona, ndaj gjuhës, ndaj kulturës, ndaj unitetit dhe të ardhmës së brezave të rinj. Sakrifica atyre që dhanë jetën për këtë vend duhet jetë frymëzim për të ruajtur bashkimin dhe për të kundërshtuar çdo nismë përçarëse dhe destabilizuese për trojet tona. Ashtu si udhëheqësit tanë urtar dikur, edhe ne sot, duke pasuar gjurmët e tyre, kemi detyrë të ruajmë unitetin, të forcojmë shoqërinë dhe të punojmë për të mirën e vendit tonë. Besimtarë të nderuar, Allahu në Kur'an thotë: yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ata synojnë që ta shuajnë nurin e Allahut,
dritën e Allahut, Islamin, Kur'anin, dhe çdo gjë që ka të bëjë me këtë dritë madhështore, që Zoti e ka përcaktuar si dritë ndriçuese për njerëzimin mbar. Por Allahu thot, përkundër faktit, për pjekjeve të atyre që duan ta shuajnë këtë nur, këtë dritë, Allahu vetëm se e shton atë, vetëm se e zgjeron atë, vetëm se e depërton atë në çdo shtëpi të tyre. Andaj edhe sot, pothuajse nuk ka shtëpi që po e lufton Islamin, vetëm se Allahu po e ndriçon atë me një antar të asaj familje, me Islam, me pranimin e Islamit, me praktikimin e Islamit. Diku atje një djalë po fillon namazin, diku një vajzë po mbulohet. E fatkeqësisht ka edhe të atill prindër që po i nxjerrin, po i dëbojnë nga shtëpitë e tyre, vetëm se po thonë ne jemi besimtarë të Allahut, vetëm se e praktikojnë fjalën e Allahut, vetëm se e pasojnë të dërguarin e Allahut alayhi salatu wasalam. Por kjo dritë nuk shuhet. Është e pamundur që të shuhet, sepse është drita e Allahut madhërisëm. Andaj këto data mos na kalojnë vetëm si data formale, mos të çoroditemi, e të dardallisemi, e të i kalojmë kufijtë e Allahut, por të bashkohemi, të ruajmë vlerat që i kemi trashëguar nga paraardhësit tanë, të ruajmë vlerat e atyre hoxhallarëve dhe dietarëve që sakrifikuan çdo gjë për këtë vend, për ta ngritur, për ta zhvilluar, për ta mbrojtur çdo cep këtij vendi nga armiqtë tanë historik. Dhe nëse me të vërtetë duam vendin, nëse me të vërtetë ndihemi patriot, atëherë ta ndërtojmë vendin dhe të mos e shkatrojmë atë. Ta ruajmë unitetin dhe të mos përqahemi. Të thirremi në baza vlerore, në baza të vlerave që ka përcaktuar Zoti, jo në baza të vlerave që përcaktojnë njerëzit. Sepse Allahu është njohur si më i mirë dhe përcaktuesi më i mirë i vlerave reale. Lutim Allahun e Madhërisëm që të na i falë mëkatet tona, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, ato që eventualisht i veprojmë në fshehtësi apo në publik, të na bëjë për besimtarëve të sinqertë në fjalë dhe në vepra, dhe të na ringjall si krenar e faqebardh në ditën e gjykimit, në ditën ku shumë fytyra do të errësohen, por dhe shumë të tjera do të ndriçohen. Në ditën ku shumë njerëz do të ndëshkohen, por dhe shumë të tjerë do të shpërblehen. Lutim Allahun që të jemi për të shpërblyer, për të ndriçuarve, për të falurve e të mëshiruarve, dhe të mos jemi prej të dështuarve. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.